gëzuar qenke, çka ndodhur? Po Erina, jam shumë i lumtur. Jam i kënaqur aq shumë për festën e Kurban Bayramit, se nuk mund ta përshkruaj. Vërtet? Pse çfarë ke bërë për Bayram që i gëzuar kaq shumë? Ah Erina, kam bërë shumë gjëra. Së pari, kam veshur rroba të reja. Pastaj bashkë me babin dhe vëllon kemi shkuar të falim namazin e Bayramit. Kur erdhëm në shtëpi, nëna, gjyshja dhe motra na pritën të zbukuruara dhe me tavolinë të mbushur plot. Po tjetër? Pastaj kam vizituar familjen. Kam vizituar familjen më së shumti në të gjithë vitin. Ata më kanë shpërblyer me para. Dhe bashkë me shokët dhe shoqet e lagjës kemi shkuar derë për të kërkuar karamele. Të gjithë njerëzit na pritnin të buzëqeshur, po ti si ke kaluar për Bayram? Nuk isha këtu për Bayram, sepse prindërit e mi kishin rezervuar pushimet. Prandaj, atje kalova mirë, por nuk jam kënaqur kështu si ti. S'ka gjë Erina, unë do të jap diçka nga dhurata ime. Unë do të jap sa të pak ëmbëlsirë që ta shijosh ëmbëlsirën e kësaj feste të bukur. Faleminderit shumë Marlin, por do të doja shumë që Bayramet e tjera ta prisnim edhe ne Bayramin këtu së bashku me familjen. Erina, jam gopur me pushime, prandaj kam nevojë për dashurinë dhe lumturinë e kësaj feste. Erina, ja shkojnë tek shtëpia ime. Ne kemi ende baklavat të Bayramit dhe ende shtëpia është e zbukuruar. Vërtet, faleminderit shumë Alik. Ja nisemi.